Gjykata Apelit sot, ishte mesatarja, 380 Si ka mundësi vendime. që ne kemi 200.000 dosje ende në shqyrtim sot, nga 16 që i patën para 10 vjetës, me që kemi ende, edhe këtë do të ta tregoj, edhe këtë do të ta them. Ti pas vakum 4 vjet në gjykata. Ti sot duke 800 gjyqtarë dhe magjistrat. Sot, nga 400. Ja, të vetëm do ta mbaroj Rinda dhe për respekt. Po Rinda. Neve sot që flasim, kemi efektivisht në detyrë 265 gjyqtarë nga 417 miratuar me organik. Sot, dhe kemi pasur vite me radhë që kishim më pak se gjysma të gjyqtarëve. Do përkeqësohet prap situata. Do vi prap çështja Nuk ka plan qeveria për ta mbushur. Dhe përveç të tjerave, ne vazhdojmë të kemi numrin më të vogël për gjyqtar, për 100.000 banor në të gjithë vendet e Ballkanit. Po, kjo rregullohet me rritjen e rrogave? Kjo rregullohet me rritjen e gjyqtarëve, po dhe me rritjen e rrogave dhe rregullohet vetëm me... Kur paguash shumë punon më mirë. Po thua është njerëzore. Fal, ne po themi që mund të kërkosh rritje rrogave do bëj njerëzore. Ishte i kundërt argumenti, mos kalojmë dek më dek. Argumenti ishte që nuk meritojnë t'u japim neve rritje rroge se këta s'po punojnë, sepse ka stok. Stoku nuk ka ardhur për faj gjyqtarëve. T'ishte për gjyqtarët, s'kishte pse të bëj vetingu. Vetingu u bë nga ne të tjerët, që nuk ishim gjyqtarë, se ne nuk ishim dakord me mënyrën se si ata gjykonim, mendonim se ishim korruptuar, mendonim se kishim bërë pasurit palishme, dhe mendonim që ishin të paaftë. Dhe pikërisht për këtë arsye, ne ishim ne që e bëm, nuk e bën gjyqtarët këtë reformë. Sigurisht që edhe gjyqtarët do donin që të ndajë shapi ka sheqeri, po këta që kanë mbetur dhe që po kërkojnë të rrisin pagat, e kanë kaluar vetingun këta. Për këta s'kemi më debate. Këta persona të cilët janë sot kanë bërë kërkesën janë taftë, të kulluar dhe të gjitha. S'kemi debate tjetër, për kemi debate të reja. Kemi debate të reja. Debate për efekt të pastërtisë nuk kemi, për efekt të pastërtisë u a bëm këtë verifikimin. Pastaj debate për efekt se sa të zotët jemi, ne do bëjmë gjithmonë. Ne mund t'imi të zotët sot, nesër t'i del nga tregu nuk jemën i updateuar edhe të mbaron edhe aftësia, edhe të themi... Edhe nervat. Të gjitha së bashkë. Kjo gjëja në ndodhë. Por, unë duat të këthem se kjo është, së parë njërë dhe duhet regulojmë të, duhet mësohemi, që investimi për sistemin e drejtësisë duhet vazhdoj të jetë i rëndësishëm. Ne sot kemi një sistem gjyqësor që është në gjendjen infrastrukturore. Po nuk duhet investojmë për shumë që të shtojmë numrin e magjistratëve më shumë? Edhe shtojmë numrin e magjistratëve, gjitha. Ndimësve ligjor. Të ndimësve. Se i kërkon gjyqtari ti të të bëj një gjykim incidental gjykat kushtetuese. Kush da shkruaj atë? Kush do ta shkruaj gjykim? Kush do ta bëj kërkimin për gjykimin? Po pse nuk kërkojnë këta këtë gjë? E kanë kërkuar më zotëri, e ketë kërkuar në parlament, në çdo relatim. Unë ta them si e ka menduar. Në momentin që doli ky ligj dhe që e ndryshoi që nuk i rriti pagat e gjyqtarëve, por rriti pagat e të gjithë punonjësve të tjerë të administratës, që shumë mirë bëri që arriti të gjithë të tjerëve, unë ka menduar, ka pasur një diskutim që gjyqtarëve nuk do ja arrisim tani, po do ja arrisim pak më vonë. Do bëjmë një studim dhe një vlerësim dhe do etiketojmë dhe do shënjestrojmë atë që duhet. Dhe ata pritën afatin maksimal të mundshëm të kërkesës të dërgimit të një çështje gjykate kushtetuese, sepse në qoftë se ti nuk e dërgon një ligj brenda 2 viteve, të shuhet e drejta për ta bërë. Dhe është pikërisht ky moment, mendoj unë, që ata nuk ishin më kohë për te këtij afati për ta çuar kërkesën në gjykatë kushtetuese. Kështu që kjo ishte argumenti që unë kisha. Atë bëhet pyetje. Po, bëhet pyetje, po. Rezart, sa është orari i punës për këta gjyqtarët? Kur fillon dhe kur gjyqtari? Orari i gjyqtarit. 8:04. 8:04. Sa gjyqje ke bërë në orën 8? Në orën 8 asnjë, po kam bërë në orën 5. Pasi ka filluar në orën 3:30. Po kam bërë, po tash i tha. Ka bërë gjyq dhe në orën 5 gjykatë. Në gjykatën e posaçme ne kemi shkuar edhe në orën 23 gjyqje, por kjo është përjashtimi, nuk është rregulli. Nëse gjykata e posaçme ka numrin më të vogël të gjykata, asnjë gjyqtar përveç zonjës Irena Gjoka, që unë kam bërë seanca gjyqësore në orën 8, asnjë gjyqtar në Republikën e Shqipërisë nuk i ka filluar. Po ja bën mirë doktore asaj. Ja e shega përjashtimi nga rregull. Vetëm seanca gjyqësore puna gjyqtarit. Çoçoli do ta jap fjalën ty vetëm sa shkojmë në prerë shkurtë të policit. 2 vjet i kanë gjykatën e apelit. Unë jam një nga kritiket më të mëdha të gjyqtarëve për rritje vërtetës, por aty ku nuk kanë faj, nuk kemi çfarë të themi. Unë dhe nga këndvështrimi im,
nuk kam asnjë problem që ato të kenë paga të kënaqshme që të mos u shkojnë mund të bëjnë asgjë tjetër vetëm atë punë. Nuk kam as edhe një lloj problem. Unë personalisht nuk kam asnjë problem dhe që ne duhet kuptojmë që gjyqtarët në çdo vend paguhen më shumë se sa sektorët e tjerë, edhe këtë duhet ta pranojmë. Pra, gjyqtarët edhe në Bashkimin Evropian, edhe në BE, dhe në gjithë diskutimet që janë bërë, marrin një koeficient më të madh se sa punojësi më i lartë ekzekutiv. Shumë e drejtë. Vetëm një gjë duhet të Erinda, që të bëjmë gjithë reformë, që turbulluam gjithë dynjan. Që të meruam gjithë të tonë. Qatë temë, kemi që nga 2014 e këtej që unë mendoj çfarë do lloj krize edhe politike ka pasur në thelb debatin dhe betejën për ndryshimin e reformës drejtësi. Ta bëjmë dhe këtë vetingun e madh, të ndrojmë gjithë, ca t'i heqim, ca t'i çojmë burg, ati shkretit, ati shkretari gjykatës kushtetuese, ai ka dalë kriminali më i madh, ja ka marrë cop garsonierën në Durrës dhe ja kanë bërë legjendë, ka kaca gjykatës me 30 banjo diku anë nga periferia e Tiranës. Po hyj kësaj pune. Kupton? Dhe shputuan ata se po ikim. Se po ikim thënë ata. Po ndërkohë s'po i heton njeri. Po kështu e bën ligji. Jo, hetimin, nuk është ligji që hetimi ndalon për ty kur t'ikën nga vetingu. Hetimi vazhdon. Po kjo është muhabet tjetër. Ca na janë fut, na ka përcyt nga balkoni, na u futën politikë, tani na japin mend, me thënë vërtetën pastaj ky diskutimi jot është shumë i drejtë parim, ata meriton në parim gjykatëse prokurorët, por nga ana tjetër çfarë po bëjnë? Ktu pastaj